Për shëndetje mi të dashur, shkojna me presidentin ton, edhe Donald Trumpin, shokët më të mirë, kështu që të ndëgjojmë Vjosa Osmanin, masi e në shkrujti bordin e paqes me Donald Trumpin. Po tash shumica po pyeshin se a do na kushtoj kjo, a do na kushtoj, mas mirë të e tregon vetë presidentja. Unë nuk besoj, sepse është si mas dëshiresh, kush ka mundësi, sa ka mundësi, por mas mirë të ndëgjojmë presidentin. Edhe të diskutojmë bashkë miq. Ky është një zhvillim, do të thoja, i një rëndësie historike për Republikën e Kosovës. Në radhë të parë, për shkak se kjo është një organizatë ndërkombëtare, pra është antarësim i Republikës së Kosovës në një organizatë ndërkombëtare dhe atë si një ndër anëtarët themeluese të kësaj organizate. Në radhë të dytë, për shkak se kjo organizatë themelohet nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës, aleati ynë strategjik, dhe në radhë të Miq, të pysim opozitën pak. Opozit, na patit lodhë more burri dhe jot, more burat e dhe jot. Na patit lodhë. Na prishim me Amerikën, na prishim me Amerikën, na prishim me Evropën. Po ja që s'ko ka shtu, nuk na pas ka prish. Ashtu ajo. Sepse me në shkru sot në Amerikë, me Donald Trumpin, me bashkëpunu, me konë dorë për dorë kështot, unë nuk pesho këtë prishje, ku keni menu, në qëfar aspekte, apo vetëm e keni kërë poplin, për me orën karrika, apo? Për shta thonë, rana e ka kom të shkurta, o e opozit, nuk bon kështo. Nuk bon me gëny, sepse na kena po, diaspora ka po, që nuk e ka prish me Amerikën. Amerika nuk ka qef që i rrin nga dito. Amerika ka qef një shtet që punon, që e kritikon, që e kundërshton, po jo veç të njetën po. Nuk shkon. Sepse edhe Amerika mërzitet edhe Evropa, mërzitet të i thonë po pas një kundërshtim. A tha Amerika po, amen u kry. A tha Evropa, amen u kry. Po jo pres u kry. E na ku pëjesëm? Shteti Kosovës ku pëjet? Atëre për qa këna luftuna? Populli Kosovës për qa ka luftu? Për qa ka deri gjak? Me orë dikush edhe me nasinu, që ka thujnë ata veç me thonë amin po. Opozit, nuk shkohet shtu për para. A moni men që baton Albin Kurti. Nëse keni arru, për e rikujtoj. Këtu jem na, Amerika është si për nesh. Na ecëm, ata ecëm. Na nalëm, ata na shtypin. E ju, që të keni konë, Amerika këtot, Evropa këtot, edhe veç ju ka shtyp. Veç ju ka shtyp. Pse po, zban. Nuk bon bebes që është beb, thmi që është thmi, ka ardhët mi këndërshtu. Jo, se zbon. Shkojmë, miq. Të tretë, për shkak se SBA-t ka përzgjedhur pikërisht Kosovën në mesin e disa shteteve që janë anëtare themeluese, duke pas pikërisht Kosovën opozit. Sepse pas ka qenë mas keshti me Amerikën. Dhe ka thonë Amerika hajde se po pajtohu. Apo? Dhe pas ka thirë Amerika Kosovën hajde se po pajtohu, që opozita ka fuar shumë keq për juve. Me emër e miqtemi. Shkojmë? Parasysh përvojën e Kosovës në shtet ndërtim, në ndërtim të paqes, në ndërtim të aleancave, përvojë kjo që do të mund të ndihmoj në ndërtimin e paqes edhe në vendet të tjera të botës. Dua poashtë ta përmend faktin që kam besim të plotë që kjo organizatë ndërkombëtare do të jetë një ndër organizatat më të suksesshme në historinë moderne të
botës. Në radhë të parë, për shkak të leadershipit të guximshëm dhe vizionit të presidentit Trump dhe të Shteteve të Bashkuara të Amerikës, prandaj me krenari të madhe kam pranuar këtë ftesë personale të presidentit Trump. E falenderoj për vlerësimin, për besimin dhe jam duke punuar shumë afër me shtëpinë e bardhë në mënyrë që kontributi ynë të jetë konkret, të jetë specifik dhe të jetë domethënës. Një gjë e tillë nuk është përmendur në dokumentacionin që na është dërguar, ju e keni parë edhe vetë ftesën. Këtu kur thot një gjë e tillë nuk na propozu, domethënë është për kur e pyesim për sa do të na kushtoj. Aty kjo thot që në dokument nuk shkruan kur gjë, ajo është sipas dëshirës, se ndëgjova edhe në lajme që thanë nuk është e domosdoshme, kështu që ajo neve veç na bën mirë, nuk na bën keq. Por edhe me avon pak parën, nuk ka problem, sepse normal. Bashkëpunimi këto i dën. Kështu që shkojmë tutje. Por edhe në dokumentacionin përcjellës nuk përmendet çështja e ndonjë pagese i lihet shteteve që këtë gjë ta bëjnë në mënyrë vullnetare. Megjithatë, ne për të gjitha çështjet jemi në koordinim të plotë me Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Miq, tash po jo pyes një pyetje juve edhe opozitës. A meriton kjo Vjosa Osmani dhe mandata jo? E mas saj apo edhe një pyetje tjetër, po shkojmë sepse edhe gazetarët që janë këtu i kanë bërë të mbark me ditë se çka ka folur me presidentin në vesh. Shkojmë miq. Ja shpreha falenderimet e popullit të Kosovës për ligjin që sapo ka nënshkruar presidenti Trump, në të cilin na jem shumë interesant miq. Kem që me ditë kresanat. Edhe këto domethënë në fund e pyesin a bën me na tregu, a mund me tregu popullit se çka folën vesh me Donald Trumpin. Po çka ka pas me vol për pos? Çka ka shku aty? Me falendërumi, si këtë bota. Shkojmë? Shihet edhe Republika e Kosovës dhe jo vetëm, por në veçanti thuhet që nuk do të ketë ndryshim të kufish, pra mbrohet integriteti territorial dhe sovraniteti i vendit tonë, qartësohet se dialogu me Serbinë duhet të bazohet në njohje reciproke për krahët antarësimi në NATO si dhe investimet strategjike në fushën e ekonomisë. Ja, promiq. Kjo ke gjitha. E shpjegoj shumë pak për se çka ka fol, pak ka fol, po normal që e shpjegoj. Bravo e koft. Edhe miq tash, a meriton as meriton? Na shkruani në koment, opozit, më shumë të juve po jepes. Si opozit që jeni, a meriton Vjosa Osmani dhe një mandat ajo? Se por ditës po e ves nere, po edhe një mandat. Sepse edhe prej Amerikës kanë po apel në opozitës që të votojnë Vjosa Osmani edhe një mandat. Miq, natën e mirë pofshëm në vitet e tjera. Opozit, like share. Miq, natën e pofshit.